72 familje do të kenë një ndihmes të konsiderueshme në rritjen dhe kujdesin e fëmijëve të tyre. Kjo është çerdhja e 6 në komunën e Shtimës dhe e 5-ta që është realizuar gjatë mandatit të kryetarit Dr. Qemal Ali. Ky pra është investim në themel të shtetit, e të shoqërisë, për të ardhmen e vendit e të popullit tonë, sepse Kosova që po e ndërtojmë është pikrisht Kosovë për të ardhmen, e ku fëmijët janë e tashmja dhe e ardhmja e shtetit tonë. Andaj ky premtim i mbajtur është një mundësi e re për 10 familje, qindra prindër të ndajnë përgjegjësitë me institucionet dhe njëkohësisht kanë mundësi të profesionalizohen e të aftësohen. Ndërkohë që edhe fëmijët e tyre, përveç se do të mësojnë këtu, do të jenë të shëndetshëm e të sigurt, të rrethuar me përkujdesje, dashuri dhe me përgatitje për nivelet e ardhshme të ngritjes së tyre intelektuale, por edhe të përgatitjes profesionale që do ta kenë në shkollimin e mëtutjeshëm. Vetëm në përmirësim të infrastrukturës arsimore, Qeveria e Republikës Kosovës në këtë mandat të kryetarit Aliu ka investuar afër 8 milion euro, duke ndërtuar qerdhet e reja, sallat edukatës fizike, kabinete laboratore dhe duke krijuar mundësi më të mira për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. E gjithë kjo ka ndodhur fal bashkëpunimit të shkëlqyeshëm që kemi pas me drejtoreshën, me kryetarin Aliu. Dhe rezultatet e punës dhe bashkëpunimit suksesshëm që kemi pasur do t'jenë rezultate të fëmijëve tanë në mirë edukimin dhe formësimin e tyre. Institucioneve të dijes dhe të arsimit po i bashkohet edhe një institucion i mirëfill dhe bashkohor siç po e shohim këtë çerdhe. Ashtu siç jemi zotu, arsimi, dija dhe puna do t'jenë prioritet, kanë qenë dhe do t'jenë prioritet i yni. Dhe në kuadër kësaj, nga një çerdhe ne po shkojmë drejt 6 çerdheve, 2 në qytet dhe 4 çerdhe në të 4 anët e komunës Shtimes, ku arsimi edhe edukimi parashkollor do të zgjidhet përfundimisht dhe secili fëmijë që do të lindë në komunën e Shtimes do të ketë mundësi të edukohet në çerdhe publike edhe pa kosto.